محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Atij I mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dashurin e zemrave tona Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër dhe motra, jemi në javën e fundit të muajit Shaaban. Dhe normal që çdo herë kur vije kjo javë, java e fundit, paralajmëron për ardhjen e muajit të bekuar, muajit Ramazan. Andaj, vetëm duke ja kujtuar vetes edhe juve disa zhvillime të reja, sipas rekomandimit të Kryesisë Bashkisë Islame të Kosovës, sot xhamin tonë dhe xhamiat e Kosovës është një hutbe e përbashkët, që lidhet me fillimin e agjerimit dhe lidhet me një datë të rëndësishme për historinë e këtij populli dhe vendi, që është 17 shkurti. E qëse jemi në fund të muajit Shaban, normal që tash janë ato përgatitjet intenzive apo përgatitjet e fundit për muajin e bekuar. Askush mos të mendon që ka me qenë shumë I suksesshëm në Ramazan, nëse paraprakisht nuk është përgatit mirë në muaj që po I lëm pas, në muajin Shaban apo edhe në muaj përpara, në muajin Rexhep. Që do të thotë, suksesi ynë lidhet ngushtë me përgatitjet që I bëjmë edhe me programin apo projektin për muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe secili prej nesh, nëse nuk e ka bën ndonjë program apo ndonjë projekt për vetë dhe familjen, tash është thirrja e fundit, tash është thirrja e fundit. Andaj kur afrohej muaji I bekuar, muaji Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtohej shokëve të tij, ju drejtohej besimtarëve duke ju thënë: "Qad ja'akum Ramadan", po ju vjen juve, ju arriti juve muaj Ramazan, shahrun mubarak, muaj I bekuar, muaj I begative, muaj I mirësive, muaj I dhuntive të lloj-llojshme. Faradallahu siyama, Allahu u ka bërë obligim kanë agjerimin e këtij muaji të bekuar. Dhe agjerimi si adhurim, si ibadet ka qenë edhe të ummetet, të popujt e tjerë, ka qenë edhe të pejgamberët e tjerë. Por ata Allahu Teala në surën kaptinën Al-Baqara thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju besimtar, u është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ka qenë obligim për ata që kanë qenë para jush. Me çfarë qëllimi apo çfarë synimi është obligim agjerimi? La'allakum tattaqun, me shpresë, me gjas që do të bahni më të devotshëm. La'allakum tattaqun, të bahni më të mirë se sa që keni qenë para Ramazanit. E devotshmëria
është qëllimi i çdo njanit, sepse devotshmëria vëllezër është ajo që definon, ajo që e determinon njeriu në jetën e kësaj bote. Sa më i devotshëm të jetë besimtari musliman, punët e tij të mira janë të shumta të lloj-llojshme. Sa më pak devotshmëri në zemër, punët e këqija janë të lloj-llojshme dhe të shumta. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur a shpjegoi shokëve të tij, edhe neve pasuesve të tij, devotshmërinë na tregoi se ajo gjendet ku në zemrat tona dhe ju tha të praneshmeve et-taqwa ha huna. Devotshmëria është këtu dhe këtë tha 3 herë. Që do të thotë se besimtari musliman në Ramazan çka mbushet me devotshmëri, mbushet zemra me devotshmëri. Pse nuk i mbushet kështu gjatë muajve të tjerë? Sepse e gjithë infrastruktura është e rregulluar për me të shtuar imani edhe për me të shtuar devotshmëria. Sepse siç kanë thënë dietarët islam, njeriu kur është agjerueshëm, shejtani, djalli i mallkuar nuk mundet me veprua tek agjeruesi, çysh vepron tek ky agjeruesi. E dini pse? Sepse kur je agjerueshëm, ato venat ku lëviz epshi, edhe ku të nxit epshi me bo harame, ato nuk janë të hapura, nuk janë të lira, sepse agjerimi e të kur, agjerimi çka i mbyll, i ngushton kanalet ku vepron shejtani, ku vepron epshi. Për ata preferohet sa më shpesh me qenë njeriu agjerueshëm. E në veçanti të rritë edhe të rejat që nuk mund të ndalen prej gjunaheve, që nuk mund të ndalen prej harameve, preferohet që të agjerojnë jo vetëm Ramazan që është obligim, po edhe jashtë Ramazanit. Andaj, lutja Allahun Teala që të arrijmë këtë muaj sepse na ndajnë pak ditë para këtij muaji të bekuar dhe kështu që jemi, apo në numër edhe më të madh, të përgjigjemi të nderuar vëllezër, jo vetëm thirrjes së Allahut për agjerim, po para kësaj e shumë e rëndësishme se agjerimi është namazi. Nuk është kjo temë që do ta trajtojmë, besh nuk më e kuptoj dikon që agjeron ka 5-16 orë, e verës ndoshta 7-18 orë, e në Skandinavi ndoshta 20 orë, apo nuk e fal namazin. Që ka mundësi namazi që është shtyllë kryesore e fesë, që është shumë më lehtë, më shkurt. Krejt namazet obligative farze i kanë 17 rekate. 17 rekate me i falë mirë kështu nga 1 minutë e gjysëm që i bjen dikon 20 minuta. Nuk i gjenë për Zotin, dërsa agjeron 16 orë, 18 orë. Shtaja kësaj pastaj, a ka me të pyeti Zoti për agjerim nëse nuk falesh? Është diçka që nuk du me hyse, unë e di që këtu ka fillestar, po është shumë e qartë që Allah kur do dash para ti, s'pyet a ke agjerue, a ke bo këta apo ato. E ke falë namazin o robim. Po, i ki mirë me namazin, krejt tirat janë mirë. Jo, si ki punë mirë me namazin, krejt tirat janë keq. Allah na ruaj. Si që thash edhe në hyrje, e tash jemi do me thonë në prag të një date, të jetë rëndësishme për këtë popull edhe këtë vend, që është 17 shkurti. Çka na kujton në mendjet tona, apo çfarë mesazhi sjell mendjet tona 17 shkurti? Çdo herë kur vije, na bie ndërmend një 17 shkurt që ka ndodhur më herët, më konkretisht 17 shkurti i vitit 2008, kur publikisht edhe botnisht u shpall pavarësia e këtij vendi. O banën pavarën se kemi qenë të robruar, kemi qenë të okupuar, kemi qenë të sklavëruar nga armiku ynë shumë shekullor. Dhe e dini shumë mirë se për me arë 17 shkurti i 2008-ës, gjenerat pas gjenerate kanë vujt. Edhe e dini shumë mirë se si armiku ynë shekullor nuk ka zgjedh mjetë edhe mënyra për me na gjënjizue. E në fund, ka zgjedh mjetët matranda, bërthamore, ushtarake, me na likuidu edhe fizikisht, e me na hjek prej këtij vendi. Sa kanë vujt prindrit tonë, gjyshrit tonë, stërgjyshrit tonë, sa janë ra, sa janë maltretue, sa janë persekutue, sa janë dëbue prej këtij vendi. E në fund edhe çka eskaloi dhe lufta që na është imponue, dhe kur të imponohet lufta, kur të luftojnë të tjerët, atëherë Allahu Teala e përmend kapitullin El-Beqara,
kur ju do me thonë jeni të sulmuar, edhe ju imponohet lufta, atëherë luftoni ata të cilët ju luftojnë juve. Luftoni ata të cilët ju luftojnë juve. Dhe nisun nga ky parim i natyrshëm, edhe këto, elhamdulillah, bitë dhe bijat e këtij populli që janë prej më të mirëve, familje të dëshmuara, i marrën armët dhe i dalën përballë armikut shekullor. Dhe nuk bën me kalue pa përmend familjen e nderuar dhe të respektuar, familjen Jashari, ku Baca Shaban me djemtë e tij, e me vajzat, e me nipe mbesa, ja dhanë besën Zotit se nuk do të dalin prej shtëpisë, nuk do të ikun me lshu venin, po do ta mbrojnë venin, do ta mbrojnë fenë e tyre, do ta mbrojnë familjen e tyre, do ta mbrojnë pasurinë e tyre, do ta mbrojnë shpirtin e tyre aq sa të kanë mundësi, dhe u sakrifikua dhe hapen rrugën çka e liris, pastaj pas tyre shumë burra dhe gra vazhduan rrugën, edhe erdh deri tek liria që për ta u der gjak shumë. Andaj është begati, dhunti e madhe vllazën, se kush ka qenë këtu në këtë vend para vitit 1998 e din shumë mirë çfarë problemesh kemi pas, jo vetëm në rrugë, po edhe nëpër xhamia, jo ora policore në vitet e 80 as më shumë me fal sabahin, jo ora policore mas orës 19 mas orës 20 më shumë me fal akşamin e Yatsin, jo të shku në xhami sa maltretimet, e sa pyetjet, e sa çamet na i kanë bë, veç Allahu ja ka dhënë hakun shumë mirë, elhamdulillah. Janë larguar ato hordhit zullumçare një herë për gjithmonë prej këtij vendi. Andaj shtatu me shkurtin nuk do të thotë veç mënyrë euforike me dale, me bërtite, me u gëzu, po do të thotë me u edisue, edhe do të thotë çka me formuar shtetin, thot dikush po shtetin e kem na kanë njoft 100 vende, e kem, po ende fatkeqësisht ende ky shtet është i padëshiruar për 33-jat. Sa 33-ja po ikun, edhe kur tresh me ta hoqë dhe veç mos musha me gjetë një vizë pune, ai tjetri po du mu martue, se kum gjetë një vajzë me vizë atje në prendim, ajo vajzë kum gjetë një djalë me vizë në prendim, edhe këto martesa zatën në start që bohën për interes kështu, s'kan edhe sukses. Na dëshiroj me rime këmbë ekonominë e këtij vendi. Andaj e falenderojmë Zotin që edhe dje u formua qeveria pas një kohë gjatë që kemi pasmet që shtetë populli as me zheher e as me barilev, as me tum me qeveri, as me tum pa qeveri, kur që sheq, elhamdulillah u bo, tash ata në krye me kryeministrin dohet me ullë e me punu natën e ditën se i kanë bërç këti popull e këti veni. Ata do të me këthyje shpresën, vullnetin, dëshiren të këtë rritë dhe trejat me jetu dhe me punu në këtë vend. Edhe din ata mirë që shbohat kjo punë. Për ndryshe kanë me dhonë llogari para Zotit edhe para popullit. Ajo tjetra që duhet ta kemi parasysh vëllezër, për këtë liri që jemi na të lirë sot këtu në këtë vend, kanë luftue edhe disa prej ushtarve, disa prej pjestarve të ushtrisë së lavdishme, ushtrisë qërimtare të Kosovës, të cilët po mbahen padrejtësisht brenda grillave të burgut atje ku janë. Dhe është shumë qesharake, okupatori, apo vrasi, apo krimineli, zullumçari, rrini lirë edhe bredhin i dinjanina prej veriu të tutje, ata që na kanë vrarë, na kanë mytë, na kanë maltretue, e i kanë dhunu motrat tona, e i kanë mytë familjarët tonë, e fëmijët tonë, ende i kemi shumë të pagjetur, ende shumë varreza, do me thonë nuk dihet të kujt janë e ku janë, e ata shëtitën të lirë, ndërsa këta që e kanë mbrojt pragën e shtëpisë, këta flitet me u gjykue me 10, apo runa zot me 100 vite. Nuk e kuptoj edhe nuk besoj që ka me ndodhë një gjë e tillë asnjëherë. Se ka tendenca vllazën jo për ata 4, 5, 6, 10 sa janë atje me u denue, po ka tendenca me u njollos lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Se veç një ditë me i denu ata, atëherë do të thotë na pas mi bu luftë pa drejt. Ç'ka mundsi, kush e pranon që kemi bu luftë pa drejt, kur na është imponue? Na kanë ardhur me policie, me ushtrie, me tanka, e me avione na kanë sulmue, e tash na pas mi bu luftë pa drejt.
Nëse dhe këto e bën kjo gjykat, atëherë ajo mund me qenë gjithçka, po gjykatë e drejtësisë nuk mundet me qenë. Kështu që kërkojmë që me 17 shkurt të solidarizohemi edhe t'i përkrahim çlirimtarët të cilët janë të pafajshëm, sepse kanë luftuar për këtë popull edhe këtë vend, edhe të kërkojmë lirimin e tyre. Dhe me 17 shkurt është një marsh këtu në kryeqytetin e Kosovës dhe normal populata do të dalë në përkrahje të ushtarëve, të çlirimtarëve të saj. Lutim Allahu Teala që ata që janë atje prapa grillave të lirohen sa më shpejt edhe të kthehen te familjet e tyre, te populli i tyre aty ku e kanë vendin, ndërsa ata që po shëtiten të lirë të kthehen atje nëse ka ndaj fije apo ndaj pik apo ndaj tro drejtësie, edhe ata le të kalmen atje në përburgje, sepse boll kanë pi gjak këto e në Bosnë e në vendet e rajonit. Allahu na ndihmoft, Allahu na bashkoft, edhe na mundsoft që ta ruajmë këtë liri që kemi fituar me shumë vështirësi, edhe secili prej nesh të kontribon aty ku ka rastin, aty ku ka mundësinë dhe përgjegjësinë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammat taslim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pastaj të nderuar vëllezër, siç e dini, Ramazani është një karakteristikë e falës së një namazi të veçantë që është namazi i teravive. Namazi i teravive do të falet edhe këtë vit si viteve të tjera, në këtë xhami dhe në xhami tjera, do të falet në mënyrë të organizuar. Ne kemi bërë të gjithat përgatitjet teknike, po edhe përgatitjet profesionale, kemi zgjedhur lexues ma të dashur që kanë për këtë xhamat edhe për neve, mirë po pritet si vjetë që të kemi edhe përforcime lexues të njohur edhe nga jashtë vendit. Andaj xhamia e tëra me 4 sallat është e hapur, ju dëshiroj mirëseardhje, por edhe ju dëshirojmë rregull edhe mbajtje të qetësisë edhe disiplinës, në veçanti ata të cilët vinë me fëmijët e tyre, merrni fëmijët, po merrni afër vetes. Nëse janë djem i marrin baballarët afër vetes, nëse janë vajza i marrin nanat afër vetes. Po ashtu përgatituni se gjatë muajit të bekuar të Ramazanit ka edhe adhurime të tjera, jo vetëm agjërimi apo namazi teravive, por adhurimet që gërshetohen, që mblidhen në këtë muaj të bekuar, nuk i gjen asnjëherë në ndonjë muaj tjetër. Andaj ju dëshiroj çdo të mirë dhe ju dëshiroj juve dhe vetes sukses edhe të arrimat qëllimin final që është me dalë të falur prej këtij muaji të bekuar. E çdo njeri që kërkon faljen, punon për të, Allahu ato ja jep. Allahu na falt, Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft edhe çdo herë në punë të mira dhe të mbara na bashkoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.